Ndarja nga Loti, zgjedhja e luginës, sytë që zgjedhin dhe sytë që presin. Zanafilla 13 vargjet 1 deri në 18. Lexojmë së bashku disa vargje që na ndihmojnë të kuptojmë këtë mësim më së miri. Atëherë Abrami i tha Lotit: "Të mos ketë mosmarrveshje midis teje dhe meje, as midis barinjve të mi dhe barinjve të tu, sepse jemi vëllezër. Nuk e ke përpara teje tër vendin? Ndau nga unë." Vargjet 8 dhe 9. Atëherë Loti ngriti syt dhe pa tër fushën e Jordanit, e tëra e ujitur si kopshti i Zotit, si vendi i Egjiptit. Kështu Loti zgjodhi për vete tër fushën e Jordanit, vargjet 10 deri në 11. Dhe Zoti i tha Abramit: "Mbas ndarjes së Lotit prej tij, ngrit tani sytë e tu dhe shiko, tër vendin që sheh, unë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu, për gjithnjë." Vargjet 14 deri në 15. Shikojmë tani që Abrahami i kthyer nga Egjipti shkoi tek altari i parë. Abrahami përballet me një provë krejt tjetër tani. Nuk ishte më zi buke, por bollak. Jo faraoni huaj, por familjen e vet. Njeriu që u rrëzua te frika ngrihet i madhërisëm te bujaria. Plaku i thirrur i jep të riu të drejtën e zgjedhjes së parë. Ky kapitull është historia e dy palë syve. Sytë e Lotit zgjedhin vet dhe sytë e Abrahamit që presin derisa t'i ngrej Perëndia. Shikojmë këtë tek vargjet 10-11, sytë e Lotit, dhe vargjet 14-15, shikojmë sytë e Abrahamit të ngritur lart tek Perëndia. Konteksti historik dhe kulturor. Burimi i konfliktit është vetë bekimi. Abrami ishte shumë i pasur me bagti, argjend dhe ar, vargu 2. Dhe Loti gjithashtu kishte kope, dhensh, e qesh dhe çadra, vargu 5. Toka e Bethelit, kodrina, gurishte me kullota të kufizuara e pak burime ujë, nuk i mbante dot të dy fiset bashkë. Grindjet e përditshme mes barinjve për ujë e kullota ishte realiteti i tyre i përditshëm në botën normade dhe mund të përfundonte edhe me gjak. Pra tensioni ishte shumë i vërtet dhe shumë real dhe praktik. Por vini re çfarë shton teksti si mes rreshtave. Në atë kohë banonin në atë vend kananejt dhe perezejt, vargu 7. Pse na kujton kjo fjali? Sepse grindja e besimtarve nuk ndodh kurrë në vetmi. Bota është gjithmonë spektatore. Dy fise që mbanin emrin e të njëjtit Perëndi po ziheshin para syve të paganëve. Dëshmia ishte në rrezik para se të ishte paqja. Duke kuptuar edhe peshën kulturore, oferta e Abrahamit u bë e vërtet dhe reale. Në botën e lashtë, i moshuari kishte të drejtën e padiskutueshme të zgjedhjes së parë, aq më tepër kur ishte kreu i fisit. Bartësi i premtimit hyjnor dhe xhaxhai që kishte marrë jetimin Lot nën krahat e vet që nga uri, sipas çdo zakoni, Abrahami duhet të zgjidhte, i pari dhe Loti të merrte ç'të mbetej. Pra, kjo ishte mënyra, tradita. Por duke i dhënë Lotit zgjedhjen e parë, Abrahami po hiqte dorë nga një e drejtë që askush nuk ja kontestonte. Dhe pikërisht këtu matet besimi i tij i ri. Njeriu që në Egjipt luftoi me thonjt për sigurinë e vet, tani ja dorëzon të ardhmen e vet Perëndis dhe ja lë luginat në duart e një të riu. Diçka kishte ndryshuar te altari i Bethelit. Pra vëmë re që Abrahami deri diku kishte marrë mësim. Juftoj që të shikojmë pak më imtësik vargjet së bashku. Le të shikojmë vargjet 1 deri në 7, kur bekimi bëhet burimi grindjeje. Ironia e hapjes. Pasuria, shenja e bekimit të Perëndis, bëhet shkaku i përçarjes. Sa herë përsëritet kjo histori, familje që jetuan të bashkuara në varfëri përçahen te trashëgimia. Kisha që lulëzuan në ditë të vështira, plasariten në ditët e begata. Bollaku i pamenaxhuar me përulësi është provë më e rrezikshme se mungesa, sepse mungesa na kthen te Perëndia, ndërsa bollaku na bind se s'kemi më nevojë për të. Dhe grindja mes barinjve zbret shpejt tek zotrinjt. Konflikti i deleguar bëhet konflikt personal nëse nuk ndalet herët. Vargjet 8 deri në 9, madhështia e dorëheqjes, sepse jemi vëllezër. Fjalët e Abrahamit janë modeli i përhershëm i paqebërjes. Vëmë re diçka interesante këtu, nismën që Abrahami i moshuari, ai shkon i pari tek i riu, tek Loti. Paqja nuk pret që tjetri të lëviz. Mateu 5, vargjet 23 dhe 24, gjithashtu. Së dyti, kemi arsyetim nga ana e Abrahamit.
jemi vëllezër. Lidhja vihet mbi interesin. Ajo që na bashkon peshon më shumë se ajo që ndajmë. Së treti, çmimi. Nuk e ke përpara vendin? Ndau nga unë. Abrahami paguan vetë koston e paqes duke hequr dorë nga e drejta e tij e zgjedhjes. Paqja e vërtet kushton gjithmonë diçka dhe zakonisht e paguan më i pjekuri, më i arsyeshmi. Kush e ka Perëndin si trashëgimi, mund t'i lërë tjetrit luginat. Shikojmë Abrahamin këtu që ai po ve në praktik syt e një besimtari të vërtet. Dhe gjithashtu Abrahami ka vënë mësim nga eksperienca e tij në Egjipt. Vargje të 10 deri në 13. Sytë e Lotit, zgjedhja që dukej e mençur. Loti ngriti sytë dhe pa, zgjodhi për vete. Dëgjojini foljet, janë saktësisht foljet e Evës në kopsht. Pa, mori, kapitulli 3 vargu 6, dhe foljet e bijve të Perëndis, pan, morën, 6:2. 3 herë në zanafill e njëjta rrugë. Syri vendos, dora merr. Perëndia nuk pyetet fare. E çdo Perëndin, mendojnë. Dhe ajo që pan sytë e Lotit ishte vërtet mahnitse. Fusha e Jordanit, si kopshti i Zotit, si vendi i Egjiptit, parajsa, dhe Egjipti në një pamje. Por teksti fut menjëherë dy thika ironie, para se Zoti të shkatronte Sodomën dhe Gomorën, vargu 10. Lexuesi di çfarë nuk e dinin syt. Dhe vargu 13, njerëzit e Sodomës ishin shumë të këqinj dhe mëkatar ndaj Zotit. Syri ma tokën, por se ma dot moralin e saj. She ujitjen, por jo gjykimin që vjen. Çdo zgjedhje e bërë vetë me sy është zgjedhje gjysmake, jo e plot. Dhe gjysma që mungon është zakonisht ajo që vendos fatin. Vini re, Loti zgjodhi fushën, pastaj ngriti çadrat e tij deri në Sodom. Vargu 12. Ende jo brenda, vetëm afër. Por kur kapitulli 14 vjen, do ta gjej brenda qytetit. Kapitulli 14 vargu 12 dhe kapitulli 19 te porta e tij. Vendi i Paris 19:1. Çadra që ngrihet me drejtim nga Sodoma përfundon me banesë në Sodom. Askush nuk zhvendoset në mëkat brenda një dite. Zhvendoset një ngulje çadre një herë, edhe në vazhdim. Gjithmonë vetëm pak më afër mëkatit pastaj. Dhe një heshtje tjetër domethënë si në të gjithë historinë e Lotit. Nga Uri deri në shpellën e fundit, nuk lexojmë asnjëherë që ai të ketë ndërtuar altar. Ai ndoqi Abramin, u bekua pranë Abramit, por adhurimi i mbeti gjithmonë xhaxhai. Pietri na siguron se Loti ishte i drejtë dhe shpirti i tij mundohej nga pauzësia e Sodomës. E dytë e Pietrit kapitulli 2 vargjet 7 dhe 8. Por besimi i pa ndërtuar mbi altar personal nuk pati forcë të mbante as familjen e vet. Besimi i trashëguar pa adhurim vetjak mund të bëjë shoqërues të besimtarëve, por jo ndërtues altarësh. Vargjet 14 deri në 17. Syt e Abramit. Pas ndarjes, ngritani syt, po i thot Zoti. Vjen hollësia më e bukur e këtij kapitulli. Loti ngriti vetë syt dhe zgjodhi. Abramit Perëndia i thot: ngritani syt e tu dhe shiko. E njëjta lëvizje, por me urdhër dhe dhurat hyjnore, dhe koha e fjalës mbas ndarjes së Lotit. Perëndia foli pasi Abrahami hoqi dorë. Sa shpesh premtimet më të mëdha vijnë pikërisht pas dorëheqjeve më të mëdha. Çlëshon për paqe e për bindje. Perëndia ta kthen të shumë fishuar. Loti zgjodhi një lugin, Abrahamit ju premtua gjithë vendi, veriu, jugu, lindja, perëndimi, për gjithnjë, dhe pasardhës si pluhuri i tokës. Pastaj urdhëri i ëmbël. Çau, përshkroje vendin. Vargu 17. Ec mbi premtimin tënd me këmbët e besimit, edhe pse ende s'ke asnjë dokument pronësie. Besimi e mat trashëgimin me hapa dhe jo me letra. Vargu 18. Altari i tretë, Hebroni. Kapitulli mbyllet me nënshkrimin e njohur të Abramit. Zhvendoset në Hebron te listat e Mamrës dhe ndërtoi aty një altar për Zotin. 3 altar tashmë, Sikemi, Betheli, Hebroni, dhe asnjë shtëpi guri. Loti po afrohet çadër pas çadre drejt qytetit të mëkatit. Abrami po mbjell altar pas altari në përvendin e premtimit. 2 jetë, 2 gjurmë, njëra drejt Sodomës, tjetra drejt Perëndis. Në fund të jetës, gjurma jote do të tregojë drejtimin e zemrës sate.
ku po shkon. Fjalë kyçe të tekstit. Ngriti syt. Vargjet 10 dhe 14. Shpreha origjinale, Nasa e Naim, të ngresh syt, përdoret 2 herë në kapitull si pasqyra qendrore e tregimit. Loti ngre vetë për të zgjedhur, Abramit ja ngre Perëndia për të marrë. E njëjta lëvizje fizike, 2 botë shpirtërore, syri autonom dhe syri i dorëzuar. Psalmisti e mësoi anën e duhur, i ngre syt nga malet, ndihma ime vjen nga Zoti. Psalmi 121, vargjet 1 dhe 2. Jemi vëllezër, vargu 8. Fjala origjinale ahim, vëllezër të afërm teknikisht ishin xhaxha e nip, por Abrami zgjedh fjalën më të ngrohtë të mundshme. Gjua e paqes fillon me emërtimin si e quan tjetrin, përcakton si e trajton. Psalmi 133, vargu 1, do ta këndoj. Sa e mirë dhe e këndshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet. Undan. E gjejmë këtë fjalë tek vargjet 9, 11, 14. Folja origjinale, parad, të ndahesh të veçosh. Jo çdo ndarje është dështim. Kjo ndarje u bë me paqe, ruajti vëllazërinë dhe hapi rrugën e fjalës së Perëndisë. Ka raste kur largësia e shëndetshme është forma që merr dashuria. Më mirë të ndarë në paqe se bashk në grindje. Shiko Veprat 15, vargje 39 dhe 40, ku dhe palje Barnaba u ndan dhe u ngjilli shkoi në 2 drejtime, si kopshti i Zotit. Vargu 10. Krahasimi i 2 fisht i luginës, si kopshti i Zotit, si vendi i Egjiptit, bashkon Edenin dhe Egjiptin në një pamje. Parajsa e humbur dhe vendi i kompromisit të fundit. Kështu duke gjithmonë tundimi, premton Edenin dhe të çon në Egjipt. Vetëm koha dhe vargu 13 e tregon se cilin nga të dy ishte në të vërtetë. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Abrami hoqi dorë nga e drejta e zgjedhjes së parë, dhe pikërisht këtu shkëlqen hija e atij që erdhi pas tij, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort të qenit barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori. Filipianët 2, 6 dhe 7. Askush nuk ka pasur ndonjëherë të drejtën e zgjedhjes së parë, si biri i Perëndisë, dhe askush nuk ka hequr dorë prej saj, si ai. Abrami i la Loti luginat e Jordanit, Krishti na la neve gjithçka. I pasur siç ishte, u bë i varfër për ju që ju të bëheni të pasur. E 2 Korintasve 8:9. Dhe modeli i Abramit, paqja e paguar me heqje dore, arrin kulmin te kryqi, ku paqebërësi i madh e bëri paqen me anë të gjakut të vet. Kolosianët 1:20. Prandaj Jezusi i shpall të lumtur paqebërësit dhe u jep titulli më të lartë. Do të quhen bij të Perëndisë, Mateu 5:9. Sepse paqebërja me çmim vetjak është i pari i familjes së Atit. Dhe premtimi pas ndarjes ka gjithashtu zërin e Krishtit, atyre që heqin dorë nga diçka për mbretërinë. Jezusi premton pikërisht logjikën e Zanafilës 13. Nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë e avëllezrit për hirin tim dhe për ungjillin që të mos marrë 100 fish. Marku 10:29 dhe 30. Loti kap luginën dhe humbi gjithçka. Kapitulli 19, vargu 26 dhe 30 tek Zanafilla. Abrami lëshoi luginën dhe mori vendin, farën dhe emrin. Në mbretërinë e Perëndisë, dora e hapur mban gjithmonë më shumë se grushti i mbyllur. Aplikimi për ne sot. Kush ka ndarë ndonjëherë tokë a trashëgimi në fshatrat tona? E një skenën. 2 vëllezër, një ar dhe një mur i ri që ngrihet, bashkë me një zëmërim apo që mbajnë mëri me njëri tjetrin që zgjat vite. Juristi mund të thotë kush fitoi arën, vetëm Perëndia e di kush humbi vëllan. Zanafilla 13 na jep rrugën tjetër dhe këto mësime. Së pari, paqja në familje vlen më shumë se e drejta jote. Abrami kishte të drejtën e zgjedhjes dhe e flijoi për vëllazërinë. Në grindjet familjare, trashëgimi, pron, fjalë, pyetja e besimtarit nuk është kush ka të drejtë, por kush do ta paguajë çmimin e paqes. Zakonisht Perëndia e fton më të pjekurin ta paguajë. E para Korintasve kapitulli 6 vargu 7. Pse nuk lejoni më mirë që t'ju bëhet padrejtësi? Së dyti. Kujto se bota po shikon. Kananejt banonin në vend. Grindjet tona ndodhin para syve të një bote që na mat Perëndin me sjelljen tonë. Çdo konflikt i pasgjidhur mes besimtarëve është predikim i kundërt. Çdo paqe e bërë me çmim është dëshmi që bota se shpjegon dot. Gjoni 13:35. Së treti, mos e zgjidh vetëm me sy. Lugina dukej si kopshti i Zotit dhe fshite Sodomën. Kështu vijnë edhe zgjedhjet sot. Zgjedhjet e mëdha. Puna me rrogë të shkëlqyer që të hanë familjen, lidhja manitse që të largon nga Krishti, qyteti i mundësive pa asnjë kish, para çdo zgjedhje të madhe pyet çfarë nuk po shohi në syt e mi. Dhe pyet atë që sheh gjithçka. Jakobi kapitulli 1 vargu 5. Së katërti, ki kujdes drejtimin e çadrës. Loti nuk
nuk u zhvendos në Sodom. U afrua deri në Sodom, pastaj brenda, pastaj te porta. Kompromisi punon me gradualitet, një program më shumë, një kufi më pak, një vetëm këtë herë. Pyet veten, jo ku jam sot, por nga është drejtuar çadra ime, sepse drejtimi i sotëm është adresa ime e nesërme. Së pesti, prit fjalën pas ndarjes. Perëndia i foli Abrahamit, pasi ky hoqi dorë, ndoshta po pret të dëgjosh zërin e Perëndisë për të ardhmen, dhe ai po të pret që ti të lëshosh diçka, një të drejtë, të mbajtur fort, një grindje të fituar për gjysmë, një lugin që s'të takon. Premtimet e mëdha kanë shpesh si prag një dorëheqje të madhe. Lëshoje dhe pastaj ngri syt. Vendose besimin tënd tek Perëndia. Konkluzioni. Zanafilla 13 na tregon bekimin që u bë burim grindje. Madhështinë e plakut që i dha të riut zgjedhjen e parë, sepse jemi vëllezër. Sytë e Lotit që zgjodhen parajsën në duke me Sodomën brenda. Çadrat që ofrohen ngadalë drejt qytetit të mëkatit dhe fjalën e Perëndisë që erdhi pas ndarjes. Me premtimin e zgjedhur dhe urdhërin e ëmbël për shkroje vendin. 2 palsy, 2 gjurmë, 2 fate. Syri autonom që kap dhe humbet. Syri dorëzuar që lëshon dhe merr. Mbaj mend këtë varg. Të mos ketë mosmarrveshje midis teje dhe meje, sepse jemi vëllezër. Zanafilla 13:8. Paqja fillon me atë që heq dori pari. Zoti ju bekoft dhe Zoti ju dhënë paqe.